e ujrave drejtoritë rajonale të funksionojnë në mënyrë të koordinuar edhe me Ministrinë e Financave, që t'i japin një zhvillim. Po të kemi parasysh edhe raportet e zhvillimit që ka Shqipëria sot, zë masë 23-25% buxhet të ardhurave, kur konkretisht qeveria shqiptare akordon 2-3%. Kjo është një diçka pothuajse fare që nuk mund të prezantohet jo vetëm për shqiptarë, por edhe për europianët. Ky është deficiti që edhe europianët kërkojnë të na shkullin veshin gjithmonë. Po, janë qëndrime të drejta, janë argumente këto që vërtet do ta detyrojnë qeverinë, sepse edhe ju zotërinë pa folur, kuptohet. Po edhe gjithë parlamenti që merr votën e fshatit nuk duhet, domethënë pothuaj 60% marrin votën e fshatit, nuk janë ata që duhet të jenë pranë jush, do të luftojnë me çdo kusht që bujqësia të ketë pjesën e saj. Lidhur mbi politikën e Shqipërisë, sot kohë të foti po shikojmë një lëvizje të re që flitet shumë për fshatin. Mendojmë se do kemi një shpresë, por nuk e di a do jetë realitet sepse këto fushata kanë kaluar shpesh herë. Po, shpresojmë që falenderit ishim pra me Dashnor Trokon, kryetarin e Këshillit Komunës të Frakullës. Ishte kënaqësi për mua që biseduam për pak çaste në këto hapësira të Frakullës. Më lejo të shpreh edhe interesimin e madh të kryetarit të komunës lidhur mbi të gjitha problemet që ekzistojnë në gjithë komunën. Ai konkretisht ka pasur kontakte individuale plus edhe kolektive, plus interesimin bashkë me kryetarët e fshatrave mbi problemet që ti ndihmoj sadopak për të pastruar kanalet, qoftë edhe me fatdromën e komunës, që të cilat nuk janë shërbimi i komunës, por janë thjesht shërbimi i shoqatave, siç ekzistojnë në ligj. Ju falenderoj. Faleminderit. Atëherë duke regjistruar disa pamje nga këto punë të mrekullueshme që janë bërë këtu në Frakull, e pikërisht do jemi